Dhe më rikthyer sërish bashkë në studio dhe vazhdon zgjohme ne me pjesën e fundit ku kemi të rezervuar dhe të ftuarin për sot. Është kryetari i Qendrës për Demokraci dhe Zhvillim Orhan Murtezani, i cili do ndan bisedë me shikuesit tan sigurisht për të folur më shumë rreth debatit të fundit në kuadër të shkollës për leadership që organizoi kjo qendër dhe që u realizua me kryetarin e komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti, me temë politika e re shqiptare. Nuk do flasim vetëm për këtë, për shumë e shumë gjëra, duke u nisur nga kjo e fundit. Mirë se vini në emisionin tonë. Mirë se gjeta, ju falenderit për ftesën, një përshëndetje dhe të shikuesit e televizionit tuaj. Faleminderit shumë, ashtu siç thash, më 30 maj të shtunën veç më ju zhvillua debatin e fundit për këtë sezon në kuadër të shkollës për leadership, ashtu siç thash, u organizua me kryetarin e komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti, me një temë mjaft interesante që është politika e re shqiptare. Më thoni për përshtypjet e këtij debati. Njeri dhe si përmbyllës. Shkurtimisht rreth projektit flas. Shkolla për leadership është një projekt që ka filluar me 7 mars dhe ka mbaruar me 30 maj, para disa ditësh. Qëllim, domethënë gjithsej janë zhvilluar 11 debate. Debatin e fundit, siç e përmendët ju, kemi pas kryetarin e komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti, me temën politika e re. Nëpërmjet kësaj teme jemi dashur të vendosim disa korniza të një mendimi të ri. Çdo herë në kriza politike ose kriza ndryshme në shoqëri, çdo herë kthimi është te burimi, te teoria edhe te ajo se si është gjeneruar kriza. Me që kemi të bëjmë një krizë politike, atëherë hajde ta mendojmë një dimension të ri, edhe mos vallë është koha për ta menduar një politikë të re, e cila përveç se do e zgjidh krizën, do udhiqet edhe nga burime kritikisht të reja. Përsa i përket temës, kryesisht është fokusuar në përfshirjen më të qartë të opinionit publik ose të qytetarëve. Kryesisht flitet për në nivel lokal. Angazhimi i qytetarëve të mos jetë vetëm atë ditë kur votohet, po thjesht një proces proaktiv në të gjitha vendimet që i tangojnë ato. Për shembull, kyçe më aktive në çështjen e urbanizmit, çështjen e ekologjisë, çështjen e ambientit, politikave arsimore, përmirësimin e kualitetit të shkollave, pse jo ndërhyrje e qytetarëve në përzgjedhjen e stafit arsimor, ku ata të arsimojnë fëmijët e vet e kështu me radhë. Domethënë nëse këtë risin e kësaj politikës së re, thjesht është një aktivizëm më i madh i qytetarëve. Ashtu do ta kishim përcaktuar. Gjithë kjo punë kërkon shumë organizim, shumë mund, shumë punë që të del në mënyrë përkryer, ashtu siç dhe përshtypjet ishin shumë pozitive nga shumica e të pranishmeve aty. Tani më thoni rreth kësaj pjese të organizimit, cili është stafi që e përbën, apo ashtu siç folëm ne pak më herët paraprakisht që varësisht edhe nga projekti apo jo. Po konkretisht për këtë temë deri tek ajo procedurë finale, cila është periudha? Domethënë, stafi çdo herë është mbas vëllimit punës së masisë së projektit. Kryesisht për këtë aktivitet kemi punuar me studentë dhe domethënë mbas vullnetare. Gjithë ata që kanë qenë pjesëmarrës të debatit e kanë pas një rol, ti themi, shumë të vogël për të koordinuar ndonjë aktivitet. Është shumë e vështirë, është fakt që është shumë e vështirë, po më e vështirë është ta kalojmë atë mendsinë tonë se ne në Shkup nuk kemi debate, ne nuk gjenerojmë mendim, ne nuk lexohet. Ne besoj që me këtë projekt i kemi thyr shumë nga ato skemat e të kaluarës. Në 3 apo 4 debate kemi pas prezencë, audienca gjithmonë ka qenë shumë e shkëlqyer, po në 4 deri 5 debate kemi pas pranishëm mbi 150 studentë. Tash në një vend vogël si Shkupi, të vinë 150 studentë për të dëgjuar, besoj që nuk është një gjë me cilën ne jemi mësuar në Shkup. Për të gjeneruar interes, gjithsesi që duhet një nxitje, një provokim, duhet një tubim me një vend caktuar dhe gjithsesi sjellja një personaliteti ose një figure që është marrë me atë çështje dhe që ditë nxit debat. Tani, atë që unë kam dëgjuar dhe më herët, është mirë që ju keni arritur të depërtoni veç më tek publiku, të krijoni audiencën tuaj. Me siguri keni piksynim një target group të tuajin për cilin ju po dedikoheni dhe
ajo që është pozitive veç më po përshpëritet, po flitet pas të cilit debate, dëgjuat e pat kështu komentua, kjo u bë. Dhe kjo është qëllimi në fakt i juaj që zhvillohet mendimi kritik, bisedohet pastaj rreth kësaj. Ju e vërreni këtë feedback? Gjithsesi. Sidomos tash pas përfundimit të shkollës janë dy pyetje që më shumë ti na shkruaj nëpërmjet rrjeteve sociale, është e para kur do të vazhdoj? Edhe e dyta, kënaqësia shumë e madhe e gjithë pjesëmarrësve që shumica e lexuesve i kanë nxitur jo vetëm të mendojnë për një drejtim caktuar, por edhe të shkruajnë ose të trajtojnë temën më të tjerë. Kryesisht audiencë kemi pasur student shqiptar të gjitha cikleve të studimit, jo vetëm pjesëmarrje them fizike nëpër debate, po edhe kyçje aktive. Domethënë debat, diskutim nëpërmjet argumenteve, her pas here edhe kundërshtime të ideve, gjithmonë duke pas parasysh debat në rrafshin e argumenteve. Ka shkaktuar, është fakt që ka shkaktuar shumë njehon, ne para se të filloj emisioni edhe biseduam. Zakonisht Prishtina edhe Tirana për Shkupin dëgjojnë kur ka ndonjë krizë te ne. Domethënë shkaktohet ndonjë krizë dhe raportohet ndodhi kjo krizë, ishte kjo çështje, u rrahan kaq studentë shqiptarë, kështu me radhë. Gjatë 3 muajve të kaluar, një pjesë shumë e madhe e mediave në Tiranë dhe në Prishtinë, sidomos Top Channel që na kanë ndjekur në vazhdimsi gjatë debateve, ka raportuar se këtë shtunë në Shkup u mbajt ky debat, ishin të pranishëm shumë studentë, ishte kjo figurë eminente e cila diskutoi për këtë temë dhe besoj që posa asaj që kemi thënë skemat e mendimit standard, një gjë shumë e rëndësishme që edhe Shkupin në një farë mënyrë kemi futur në grupin e këtyre qendrave që gjenerojnë mendim e mendimtar, debat, krijojnë opinion publik, jo vetëm në ato qendra, po edhe mbar shqiptar. Gjithë ne her pas here dim të revidojmë qëndrimet tona si pasojë një emisioni ose një kronike të caktuar, besojmë që kjo është jashtëzakonisht e nevojshme. E rëndësishme që edhe keni krijuar një frymë të re, keni përforcuar dhe më shumë këto urat lidhëse që kemi me Kosovën, me Shqipërinë. Gjithsesi do të flasim edhe për debatin e parafundit që ka qenë po aq i rëndësishëm, ku nisëm me ku arritëm si shoqëri multietnike. Disa fjalë rreth kësaj si mund. Mysafir në këtë debate kishim profesore ishën universitare Mirana Maljaska, e cila në një periudhë shumë gjatë kohore merret me këtë tematik. Ideja qendrore e debatit ishte, pasi që jetojmë në një shoqëri multietnike e përbërë nga grupe të ndryshme kulturore, etnike e fetare, spaku në rrafshin teorik si gjithë duhet të gjejnë pikat e përbashkëta, ose si të gjithëve duhet të jepet hapësirë e mjaftueshme për t'i artikulu kërkesat nevojat e veta, qasje e njëjtë në ekzekutiv dhe në resurset që secili në mënyrë institucionale të mundet ta promovojë kulturën e vet. Këto në bazë të asaj që kemi trajtuar në si ligjërat janë shtyllat kryesore për amortizimin e shoqërisë dhe amortizimin e pakënaqësive. Gjithë ne e dimë që sidomos konflikti 2001 erdhi si pasojë, domethënë, injorimit konstant të etnisë shqiptare, të kulturës shqiptare, të nevojave e kështu me radhë. Përvoja e të kaluarës, baza teorike dhe mendimi na bën që në të ardhmen të kemi zgjidhje më të mira për problemet me të cilat mund të ballafaqoheni. Sidomos ajo që është shumë e rëndësishme është që ne dimë që këto debate nuk mund të ndjek audienca e gjerë. Po këto debate i ndjekin student, njerëz të rinj, të cilët do të krijojnë opinion që do ta ndjek kjo masë në të ardhmen. Shumë e rëndësishme janë kryesisht gjithë të rinj, vinë jo vetëm në një gjenerat të re, po edhe ndërtojnë një mendësi të re duke u shkarkuar nga gjitha bagazhet, kisha thënë, të kaluarës. Tani folim pak a shumë edhe për këtë debat para fundit dhe të fundit, ndërkohë që ju para asaj keni realizuar edhe shumë të tjera, dhe po të ndalim tek secila sigurisht ka shumë për të folur, mirë po të doja që ju pak a shumë t'i përmendni disa nga ato të thënë më të rëndësishme, nuk e di sa do të ishte sakt, por që kanë qenë më mbreslënëse dhe të cilat janë përfolur më shumë me gjithë personalitetet pjesëmarrëse që kanë debatuar. Duke pas parasysh që qëllimet primare të shkollës për leadership janë krijimi i liderëve të ardhshëm shqiptar, krijimi i një mendimit kritik i cili çështjet e caktuara do t'i vështrojnë në mënyrë kritike, jo vetëm do t'u përkulet atyre, duke pas parasysh se nga përmbajtja, programi, metodologjia është një shkollë ndër të rrallat në rajon, e do të kisha thonë e vetmja të ne në Maqedoni.
duke pas parasysh se temat kanë të bëjnë kryesisht me filozofinë, sociologjinë politike, shkencat politike e kështu me radhë, jemi munduar që gjithë ligjëruesit të jenë në një nivel të caktuar. Tash do të ishte e vështirë ta nxjerrim këtë ose atë. Unë do të kisha thonë vetëm se gjithë ligjëruesit pak a shumë kanë shkaktuar efektin e njëjtë të publiku dhe kanë gjeneruar atë që pak a shumë ne si qendër në koordinim me ligjëruesit e kemi paramenduar. Për shembull e kemi filluar me zotin vetëm Surojin, i cili gjithë ne e dimë që është një opinion bërës jashtëzakonisht shumë i madh. Pastaj kemi vazhduar me kritikun letrar Agim Baçi nga Tirana. Pas asaj ka pasu kozmopoliti më i madh shqiptar, kisha thonë zoti Fatos Lubonja, i cili gjatë ligjërimit të tij theksin e vendosi jashtëzakonisht ajo të jesh qytetar i botës. Ti te i kalosh gjitha kufit ose vijat ndarse. Kjo është një stat i dëshirueshëm për çdo qytetar të një shoqërie, po kur në realitet ose në terren ballafaqohesh me probleme me të cilat ballafaqohemi ne, domethënë që duhet të kthehemi edhe nga burimi i problemeve. Duke pas parasysh se burimi i problemeve kryesisht tani është etnik, kemi sjell për shembull edhe zotin Usamedin Ferra, i cili është një ndër teoricianët dhe filozofat më të mëdhenj të nacionalizmit të ne shqiptarët. Kemi sjell një politikan i cili nacionalizmin e ka burim të gjenerimit të politikave, siç është zotri Albin Kurti. Dhe me gjithë këtë profil të njerëzve të ndryshëm, jemi munduar që të njëjtën kohë të ballafaqojmë në rrafshin e argumenteve të gjitha teoritë e mundshme. Nëse duam të nxjerrim një zgjidhje më të mirë në suazat tona si shqiptar, pa i ballafaqur gjitha teoritë e mundshme, besoj që nuk është e mundshme të arrijmë një rezultat shumë të mirë. Kjo ka qenë pikërisht një prej qëllimeve thelbësore të shkollës për leadership. Dhe më vjen mirë që kjo qendër për demokraci dhe zhvillim po vazhdon në rrugën më të suksesshme, ndërkohë që hapja u bë në vitin 2007, atëherë kur keni qenë dhe ju vetë aktivist, pastaj u zgjodha dhe kryetar. Më thoni për nismat e atëhershme, sa një gjë e tillë ishte e kapshme në fillim për të bërë diçka të tillë, do të ishin Orvatje, do të ketë sukses apo jo, sepse është diçka më ndryshe, diçka që nuk ka pasur më herët. Domethënë, ajo kohë ishte një periudhë relativisht 5-6 vite pas marrëveshjes së Ohrit, edhe i shumë aktuale çështja e demokratizimit të shoqërisë, shoqëria multietnike e kështu me radhë, duke nisur prej këtyre parimeve, prej parimeve të promovimit ose të krijimit të një shoqërie të mirëfill demokratike, prej asaj se edhe në shoqërinë tonë duhet respektuar vlerat demokratike bashkëkohore që respektohen në botën e qytetëruar. Me këtë qëllim parimisht është filluar Qendra për Demokraci. Përveç nuk do të kisha thonë që ka pas shumë dyshime, sa ka pas shumë nevojë jashtëzakonisht të madhe publikut shqiptar t'i ofrohet një dimension i këtill, sidomos në drejtim të promovimit të vlerave kulturore kombëtare në funksion të demokratizimit të shoqërisë, vetëdijsimin e qytetarëve për të drejtat të cilat i kanë ato një shoqëri të hapur, sensibilizim për ato drejta, jo se cili individ i di cilat drejta dhe detyrime i ka ndaj shtetit. Pastaj organizimi i aktiviteteve dhe debateve publike për sensibilizimin e çështjeve të cilat kanë të bëjnë me vetë interesat e qytetarëve, qoftë për ekologji, politik, e kështu me radhë. Gjithë këto domethënë qëllime jemi munduar që t'i realizojmë nëpërmjet metodave të ndryshme, duke u nisur nga debate publike, analiza studimore, analizë ose studimi i opinionit publik, tryeza të rrumbullakta, shkolla verore, shkolla me tema të caktuara siç është kjo, debate për demokraci dhe zhvillim të shoqërisë e kështu me radhë. Nuk do të kisha thënë që ka pas shumë dyshime, sa ka pas dyshime rreth asaj çka prej kësaj me zgjedh. E qartë, po sigurisht keni nisur me një staf më të vogël dhe pastaj ka pasur plotësim apo jo, dhe më thoni tani ata të cilët ndoshta dëshirojnë që të punojnë në një qendër të këtillë, që duan edhe ata të kontribojnë, mund ta bëjnë këtë gjë të jenë pjesëmarrës, si mund të arrijë deri te kjo? Domethënë nga 2007 e këtej në pjesën shumë më të madhe, siç e thekë edhe më herët, ne kemi punuar në bazë vullnetare. Domethënë duke nisur për asaj që aktivizmi qytetar, pjesëmarrja në për aktivitete, paraqitash ndihmon personin që të zgjerojë diapazonin njohurit e tij, të njihet me personalitete nga më të ndryshme, personalitete këto të cilat pastaj mund t'i gjenerojnë atij ose një kazim për karrierën e tij, ose mund t'i gjenerojnë një burim nga ku do të vinë të ardhurat. Kohën e fundit kryesisht punojmë në bazë të projekteve dhe në bazë të konkurimit me projekte të caktuara. Gjithsesi, gjithë ata studentë shqiptar që kanë ide, mund të na drejtohen, mund ta shkruajnë një projekt shumë të mirë,
të konkurrojmë në për fondacionet ndryshme dhe pse jo edhe të realizojmë edhe së bashku atë projekt. Në parimisht jemi të hapur për çdo lloj bashkëpunimi dhe ideja pa marrë parasysh për ngavje. E qartë. E tani me qenë se po pëson edhe sezoni veror, cili është plani juaj, agenda që keni para parë tani? Me që pason vera zakonisht është me pushime plane. Gjithsesi që për shtator do të vazhdojmë me shkollën për leadership. Qëllimi është që këtë shkollë ta ngritim edhe në një nivel më të lartë. Debatet e ardhshme të jenë në nivel më akademik. Tash ndoshta 2/3 shprehu matematikisht e projektit do të jenë në nivel më të lartë akademik, ku çështjet do të shtjellohen edhe në më shumë hollësi, dhe 1/3 e projektit ndoshta do të vazhdojë me debate publike të këtij stili deri tash. Nga përvoja që ne kemi arritur një konkluzion që ky lloj aktivitetesh ose këto shkolla janë shumë të rëndësishme, pasi që opinionin që merr pjesë publikun ose individin e bën që veten ta sfidojë me ligjëruesin. Domethënë çdo ligjërues sjell një bagazh të caktuar, qoftë ish diplomat, politikan, domethënë person eminent nga sektori civil, dhe si pjesëmarrës ty të bën që ta krahasosh veten ku je ti edhe mënyra si arrihet deri te stadi i ligjëruesit. Pastaj këto shpesh na provokojnë edhe të mendojmë se çfarë mendimi ne kemi për një çështje caktuar. Dhe ajo që është shumë e rëndësishme pas ballafaqimit të argumenteve na bën që ti rishqyrtojmë edhe një herë qëndrimet tona që kemi pas për një çështje të caktuar. Një individ ose një person gjatë jetës tij nuk mund të ketë konstant qëndrime të njëjta për një çështje, varësisht se prej ku provokohet, sa lexon, me kë debaton, çfarë rrethë të shoqërisë graviton e kështu me radhë. Në atë mënyrë do të jetë edhe i orientuar që të mendoj. E tani folën për bashkëpunimet edhe me troje tjera shqipfolse. Më intereson si janë atje, do me thënë, ka edhe aty një qendër të këtill që punojnë edhe ata në një aspekt të tillë për zhvillimin, për demokracinë, për shtetin e vet, po që bashkëpunojnë ndoshta. Gjithsesi që ka shumë. Te neve ka shumë pak do të kisha thënë në Prishtinë dhe në Kosovë. Aty bile edhe ka edhe më shumë. Të shpunuar. Ka edhe më shumë, edhe në rajon ka shumë. Në fillim të qershorit, javën e ardhshme, do të mbahet një konferencë shumë e madhe e gjitha qendrave hulumtuese në Ballkan, në Ankara të Turqisë. Edhe besoj që edhe ne si qendër do të kemi rastin të marrim pjesë për çështje të caktuara, gjithsesi që ka nevojë për një mobilizim më të gjerë. Ka çështje të caktuara me të cilat ballafaqohet i tërë rajoni. Për shembull mungesa e lirisë shprehjes, mungesa e artikulimit të mjaftueshëm ose kyçes qytetarëve, krijimi i hapësirës së mjaftueshme për një lëvizje proaktive të qytetarëve ose zërja e pesha e tyre të merret parasysh kështu me radhë. Besojmë që për këtë çështje patjetër që duhet të veprojmë në një kontekst pak më të gjerë rajonal. Në kuadër të shkollës, një prej skemave tjera të cilën e kemi thyer, besoj që është ajo. Ne jemi të mësuar që zakonisht për të konsumuar më shumë kulturë, art e dije, të orientohemi në Prishtinës ose Tiranës. Gjithë ne dim shpesh shkojmë deri në Tiranë ose Prishtinë për një simpozium, për një promovim libri, ekspozite kështu me radhë, me sjelljen e këtyre figurave kaq të mëdha, domethënë nga Kosova dhe Prishtina, ne edhe Shkupin e kemi fut në grupin e qendrave që gjeneron mendim. Edhe për Shkupit kanë filluar të dëgjohen zërat e debatit, siç e thash më herët, e krijimit të opinionit publike. Thjesht tregu krijohet, do të kisha thënë. Po që se ofron debat personalitete të tilla e hapësirë për artikulim, besoj që edhe pjesëmarrësit gjithsesi që do të jenë aty. Edhe që nga viti 2007 dhe deri tani, domethënë po e flasim që kemi krijuar veç me opinionin, kemi krijuar publikun e gjithë ato, po një dallim pak a shumë që nga viti 2007 deri në këto vite sa i përket studentëve. Mund të na thoni veç me ata janë me më shumë vetbesim, janë me më shumë mendime pozitive, me një frymë të re. Besoj që kjo vërrehet dhe na thoni këtë dallim, dhe kjo ka kontribuar shumë edhe kjo qendër. Absolutisht. Ne si qendër në fillimet tona më shumë kemi qenë të orientuar në aspektin juridik të jurisprudencës, dhe në pjesë shumë projekteve kemi zhvilluar në këtë drejtim. Pastaj diku ka më si e marr shumë me analizën e opinionit publik. Kemi pas një anketim, domethënë që kemi bërë me studentët shqiptar për perceptimin e tyre për sa i përket antarësimit të shtetit Maqedonisë në NATO. Pastaj kemi organizuar një debat publik kur ishte propozimi për ndryshimin e sistemës së shtetit, dhe gjatë gjithë
periudhës e vrenat e volim. E vrenat e volim se vjen në gjenerate cila ka kërkesa tjera, edhe pritshmëri tjera, edhe nga politika, edhe nga institucionet, edhe nga gjitha. Jetojmë në një kohë ku edhe interneti, edhe mediumet e bëjnë të vetën, domethënë i shtojnë burimet nga ku studentët mund të marrin informacione. Është interneti ose YouTube ku mund të dëgjosh ligjëratat e profesorëve më të mirë në botë, edhe gjithë kjo s'do mend që do të rezultojë domethënë me një mendësi tjetër. Jam shumë i kënaqur që ka evolim, patjetër që ka evolim. Ne e vërejmë edhe në kontekst të shkollës për leadership. Domethënë e ndjekim në vazhdimsi nga debati i parë deri i fundit, në 3-4 fundit, domethënë kemi pas jashtëzakonisht edhe kyçe më të madhe, edhe interesim më të madh. Bile edhe sugjerime që duhet mbahet kjo temë, duhet sillet ky ligjërues, patjetër që ka evolim. Tani me që po arrim dal nga dal fund të bisedës son, pak a shumë folëm rreth aktiviteve që keni pasur, çfarë pritet, qëllimi dhe kështu me radhë. Në fund dua të di dhe pak a shumë cili është vizioni, synimi i mëtejshëm i juaj si qendër. Patjetër. Ne si Qendër për Demokraci dhe Zhvillim synojmë që të shndrohemi në një qendër hulumtuese me renome edhe në rajon, po ndoshta pse jo më e mira ndër shqiptarët, të transformohemi në një think tank e cila do të jep kazime, domethënë akademike, shkencore në drejtim të cilave pastaj institucionet ose pushteti duhet të gjenerojnë politikat që do të jenë në dobi të qytetarëve. Vlerësojmë që hapja ndaj botës akademike, ndaj opinion bërësve, ndaj sektorit civil, vetëm se do ta pasuroj peshën institucionale dhe do të ndihmoj atyre që të sjellin edhe vendime më të mira. Një vendim, nëse nuk rezulton me lehtësim të jetës ose me sjellje dobi për qytetarin, besoj që ja kemi huq. Ne jemi mu këtu që të ndihmojmë këtë proces, normalisht me analiza dhe studime të mirëfillta shkencore, me aq sa do të kemi mundësi. Atëherë, së mbetet gjë tjetër përveç se t'ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj sot në emisionin ton, që folëm pak a shumë rreth asaj që bëni ju për punën tuaj suksesshme dhe t'u uroj edhe më shumë suksese herave tjera. Dhe të jemi sërish bashkë për të folur edhe për gjë. Ju falenderit për ftesën.